Aty janë pamjet e Tiranës. Aty pamjet, njerëzit, e janë pamje reale, se janë filma dokumentare. Nga që në Tiranë ka pas qenë një... janë filma reale. Në fund të viteve të 10 ka pas një personazh që quhej Ivi. Dhe ky Ivi ishte shumë weird, se ky ishte punk, ishte shifte punë vet, pite mall. E di çfarë do të thonë me pi mall. Po, e di, mësu këtë. Po atëre pije heroin, nuk ishte... Ishte rënd, situata ishte shumë dramatike. Heroin, as nuk pije, shpoheshin njerëzit, ishte shumë keq. Dhe ky ishte tip I veçantë, kupton, ndryshonte nga tjerët. Sa keq është ajo. Dhe njerëzit e kanë stigmatizuar, do me të gjithë flisnin për atë, as ishte I njëftë. Dhe I izoluar. Dhe ai ishte delja zezë e shoqërisë, ishte fundi I viteve të 10, dhe vetëm ky ishte bote çfarë donte, vishej si donte. Gjithë e njihnin, po asnjë se kishte parë kush është. Ishte legjendë, ishte mister. Po, legjendë. Dhe për këtë tani ka bërë ky Joni Shana, ka bërë dokumentar. Shumë pak njerëz e njohin, e kanë njohur tamam. Shumë pak. Ka një intervistë. Iku pastaj në fillim të ikur me ambasadat, iku në Gjermani.